Data 17 gusht. 1 Samuelit, kapitulli 9. Kishte një njeri të Benjaminit që quhej Kish. Ishte biri i Abielit, biri i Cerorit, biri i Bekorathit, biri i Afiahut, bir i një Benjaminiti, një njeri i fortë dhe trim. Ai kishte një djalë të quajtur Saul, i ri dhe i bukur, ndër bijtë e Izraelit nuk kishte asnjë më të bukur se ai, që nga supët e larta ju a kalonte për shtat gjithë njerëzve të tjerë. Gomeret e Kishit, atit të Saulit, kishin humbur. Kishi i tha të birit Saulit: "Merr me vete një nga shërbëtorët, çohu dhe shko të kërkosh gomeret." Kështu ai kaloi nëpër krahinën malore të Efraimit dhe përshkoi vendin e Shalishas, pa i gjetur. Pastaj kaloi nëpër vendin e Shalimit, por nuk ishin as aty. Përshkuan pastaj vendin e Benjaminitëve, por nuk i gjeten as aty. Kur arritën në vendin e Cufit, Sauli tha shërbëtorit të tij që ishte me të: "Çohu të kthehemi që të mos ndodhë që i mat të heq mendjen nga gomeret dhe të fillojë të shqetësohet për ne." Shërbëtori tha: "Ja, në këtë qytet jeton një njeri i Perëndis që e nderojnë shumë. Tërë ato që ai thotë realizohen patjetër. Tani le të shkojmë atje. Ndofta do të na tregojë rrugën që duhet të ndjekim." Sauli tha shërbëtorit të tij: "Por ja, në qoftë se shkojmë, çfarë t'i çojmë njeriu të Perëndis, sepse buka e thasëve tan ka mbaruar dhe nuk kemi asnjë dhuratë për t'i çuar njeriu të Perëndis. Çfarë kemi me vete?" Dhe shërbëtori u përgjigj Saulit duke thënë: "Ja, un kam në dorë një çerek sikli prej argjendi. Do t'ja jap njeriu të Perëndis dhe ai do të na tregojë rrugën që duhet të ndjekim." Në të kaluarën në Izrael, kur dikush shkonte për të këshilluar me Perëndin, thoshte: "Çohu të shkojmë te shikuesi, sepse profeti i sotëm në të kaluarën quhej shikues." Atëherë Sauli tha shërbëtorit të tij: "Mirë the, çohu të shkojmë." Dhe u drejtuan nga qyteti ku gjendej njeriu i Perëndis. Ndërsa merrnin të përpjeten që të çon në qytet, takuan rrugës 2 vajza që kishin dalë për të mbushur ujë dhe i pyeten ato: "Këtu është shikuesi?" Ato u përgjigjen duke thënë: "Po, ja ku është pak përpara jush, nxitoni. Sot erdhi në qytet sepse sot populli duhet të bëjë një flijim në vendin e lartë. Sa të hyni në qytet, do ta gjeni me siguri para se të ngjitet në vendin e lartë për të ngrënë. Populli nuk do të hajë derisa ai të mbërri, sepse ai ka për të bekuar flijimin, pastaj të ftuarit do të fillojnë të hanë. Prandaj ngjituni lart, sepse tani do ta gjeni." Kështu u ngjitën në qytet. Ndërsa ata hynin në qytet, Samueli dilte në drejtim të tyre për të ngjitur në vendin e lartë. Por një ditë para arritjes së Saulit, Zoti e kishte lajmëruar Samuelin duke thënë: "Nesër në këtë orë do të dërgoj një njeri nga vendi i Benjaminit dhe ti do ta vajosësh si udhëheqës të popullit tim të Izraelit. Ai do ta shpëtojë popullin tim nga duart e filistejve, sepse pash mjerimin e popullit tim, sepse britma e tij arriti deri tek unë." Kur Samueli pa Saulin, Zoti i tha: "Ky është njeriu për të cilin të fola. Ai do të mbretërojë mbi popullin tim." Pastaj Sauli u afrua Samuelit në mes të portës dhe i tha: "Tregom të lutem ku është shtëpia e shikuesit." Samueli u përgjigj Saulit dhe i tha: "Jam unë shikuesi. Ngjitu para meje në kodër. Sot do të hani me mua. Nesër në mëngjes do të lë të shkosh dhe do të tregoj tërë ato që ke në zemër. Për sa u përket gomerëve të tu që të kanë humbur 3 ditë më parë, mos u mërzit se i kanë gjetur. E kujt i drejtohet gjithë dëshira e Izraelit, veç se ty dhe tërë shtëpisë atit tënd?" Sauli duke u përgjigjur tha: "A nuk jam unë një Benjaminit, një nga fiset më të vogla të Izraelit, dhe familja ime a nuk është vallë më e vogla të gjitha familjeve të fisit Benjaminit? Pse më flet pra në këtë mënyrë?" Atëherë Samueli mori Saulin dhe shërbëtorin e tij, i futi në sallë dhe i uli në krye të tryezës së të ftuarve, që ishin rreth 35 veta. Pastaj Samueli i tha gjellbërsit: "Sill pjesën që të dhash për të cilën të thash, vëre më njan." Gjellbërsi mori atëherë kofshën dhe ato që ngjitej asaj dhe ja vuri përpara Saulit. Pastaj Samueli tha: "Ja, ajo që u mbajt rezervë u vu më njan për ty. Haje, se është ruajtur enkas për ty kur ftova popullin." Kështu atë ditë Sauli hëngri bashkë me Samuelin. Pastaj zbriten nga vendi i lartë në qytet dhe Samueli foli me Saulin mbi tarac. Të nesërmen u ngritën herët në të gdhir. Samueli thirri Saulin tarac duke i thënë: "Çohu dhe unë do të lë të shkosh." Sauli u ngrit dhe që të dy, ai dhe Samueli dolën jashtë. Kur zbritën në periferi të qytetit, Samueli tha Saulit: "Thuaj shërbëtorit të kaloj para nesh dhe të shkoj përpara, por ti ndalu një çast në mënyrë që të ke mundësi të njoftoj fjalën e Perëndis." Romakëve, kapitulli 7. A nuk e dini o vëllezër, sepse unë po ju flas atyre që e njohin ligjin, se ligji zotëron mbi njeriu për sa kohë ai jeton? Sepse gruaja e martuar
është e lidhur nga ligji me burrin derisa ai jeton. Por, po i vdiq burri, lirohet nga ligji i burrit. Prandaj, nëse kur i rron burri, ajo bashkohet me një burr tjetër, do të quhet shkelse e kurorës. Por nëse i vdes burri, ajo është e lirë nga ligji që të mos jetë shkelse e kurorës nëse bëhet gruaja e një burri tjetër. Kështu pra vëllezërit e mi, edhe ju jeni të vdekur për ligjin me anë të trupit të Krishtit, që të bashkoheni me një tjetër me atë që u ringjall prej së vdekurish, që t'i japim fryt Perëndis. Sepse kur ishim në mish, pasionet mëkatare që ishin me anë të ligjit vepronin në gjymtyrët tona për të sjellë fryt për vdekjen. Por tani u liruam nga ligji, duke qenë të vdekur në atë që na mbante të lidhur, që të shërbejmë në risinë e frymës dhe jo në vjetërsinë e shkronjës. Çfarë të themi pra? Se ligji është mëkat? Kur mos qoftë. Mëkatin nuk do ta kisha njohur veçse me anë të ligjit, sepse nuk do ta kisha njohur epshin, po të mos thoshte ligji mos ki epsh. Por mëkati, duke marrë shkas nga ky urdhërim, ngjalli në mua çdo epsh, sepse pa ligj mëkati është i vdekur. Dikur unë jetoja pa ligj, por kur erdhi urdhërimi, mëkati u ngjall dhe unë vdiqa. Dhe urdhërimi që u dha për jetë ai u gjet tek unë për vdekje, sepse mëkati duke marrë shkas me anë të urdhrit më mashtroi dhe me anë të tij më vrau. Kështu ligji është i shenjtë dhe urdhërimi i shenjtë, drejt dhe i mirë. Ajo gjë pra që është e mirë u bë vdekje për mua, kur mos qoftë. Por mëkati që të duket mëkat, me anë të së mirës më pruri vdekjen, që mëkati të bëhet edhe më tepër mëkat nëpërmjet urdhërimit. Sepse ne e dim se ligji është frymëror, por unë jam mishëror, i shitur nën mëkatin. Sepse unë nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Edhe nëse bëj atë që nuk dua, unë jam në një zë me ligjin se është i mirë, por tani nuk jam më unë që veproj për mëkati që banon në mua, sepse unë e di se në mua, do me thënë në mishin tim, nuk banon asgjë e mirë, sepse dëshira ndodhet tek unë, por të bëj të mirën nuk e gjej. Në fakt të mirën që unë e dua nuk e bëj, por të keqen që s'dua atë bëj. Edhe në qoftë se bëj atë që nuk dua, s'jam më vet ai që e bëj, por është mëkati që rri në mua. Gjej pra këtë ligj, se kur unë dua të bëj të mirën, e keqja ndodhet në mua. Sepse unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndis sipas njeriu të brendshëm, por shoh një ligj tjetër në gjymtyrët e mia që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe që më bën rob të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Oh, i mirë i njeri që jam, kush do të më çliroj nga ky trup i vdekjes? I falemnderit Perëndis me anë të Jezu Krishtit Zotit ton, unë vet pra me mendjen i shërbej ligjit të Perëndis, por me mishin ligjit të mëkatit. Jeremia, kapitulli 46. Fjala e Zotit që u drejtua profetit Jeremia kundër kombeve. Kundër Egjiptit, për sa i përket ushtrisë së faraonit Neko, mbretit të Egjiptit, që ishte pranë lumit e Ufrat, në Karkemish, dhe që Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, mundi vitin e 4 të Jehujakimit, birit të Josias, mbreti i Judës. Përgatitni mburojën e vogël dhe të madhe dhe afrojuni betejës. Shaloni kuaj dhe ju kalorës, u hipni atyre, paraqituni me përkrenare, i shndritni shtizat tuaja, vishni parzmoret. Çfarë po shoh? Ata e kanë humbur dhe po kthehen prapa. Burrat e tyre trima janë mundur dhe ikin me nxitim pa kthyra skokën prapa. Rreth e qark, sundon të merri, thot Zoti. Mos lejo që i shpejti të ikë dhe trimit shpëtoj. Në veri pranë lumit e Ufrat, ata po lëkundën dhe po rrëzohen. Kush është ai që ngjitet si Nili dhe ujërat e të cilit fryen si ato të lumejve? Është Egjipti që ngjitet si Nili dhe ujërat e të cilit po fryen si ato të lumejve. Ai thot, do të dalë, do të mbuloj tokën dhe do të shkatroj qytetin dhe banorët e tij. Ngarkohuni o kuaj dhe përparoni më rrëmbim o qerre, le të dalin përpara burrat trima ata të Etiopisë dhe të Putit që mbajnë burojën dhe ata të Ludit që përdorin dhe shtrin harkun. Kjo ditë për Zotin e ushtrive, është ditë hakmarrjeje për të hakmarrë me armiqtë e tij. Shpata do shfaros, do të ngopet dhe do të dehet në gjakun e tyre, sepse Zoti i ushtrive bën një flijim në vendin e veriut pranë lumit e Ufrat. Ngjitu në Galaad dhe merr ca balsam o e virgjër, o bie e Egjiptit. Më kot ti përdor barra të shumta, nuk ka shërim për ty. Kombet kanë marrë vesh porcërsinë tënde dhe britma jote e dhëmbjes ka mbuluar dheun, sepse trimi është penguar me një trim
dhe që të dy kanë rënë bashk. Fjala që Zoti i drejtoi profetit Jeremia për ardhin e Nebukadnecarit, mbretit të Babilonisë, për të goditur vendin e Egjiptit. Shpallini në Egjipt, bëjeni të ditur në Migdol, bëjeni të ditur në Nov dhe në Tahpanes. Thoni, qohu dhe përgatitu, sepse shpata përpin çdo gjë që tërethon. Pse burrat e tutrima janë rrëzuar, nuk mund të qëndrojnë, sepse Zoti i rrëzon. Ai bën që të lëkundën shumë prej tyre. Bien njëri mbi tjetrin dhe thonë, ja, të kthehemi te populli ynë dhe në vendlindje, larg shpatës vrastare. Ati ata përtasin. Faraoni, mbreti i Egjiptit, nuk është vetëm një zhurmë e madhe që ka lënë të kaloj koha e caktuar. Siç është e vërtetë që unë rroj, thot mbreti, emrit e cilit është Zoti i ushtrive, ai do të vijë si tabori midis maleve, si Karmeli pranë detit. Përgatiti gjërat e nevojshme për robërinë obi që banon në Egjipt, sepse Nofi do të kthehet në shkretetir dhe do të digjet, nuk do të banojë më askush në të. Egjipti është si një mëshjerë shumë e bukur, por i vjen shkatërimi, i vjen nga veriu. Edhe mercenarët e tij që janë në mes të tij janë si viça për majmëri. Edhe ata e kanë kthyer kurrizin, ikin bashk, nuk qëndrojnë sepse ka zbritur mbi ta dita e fatkeqësisë së tyre, koha e shkatërimit të tyre. Zëri i tij lëviz si një gjarpër sepse ata përparojnë me një ushtri dhe dalin kundër saj me spata si shumë druvar. Ata do të rrëzojnë pyllin e saj, thot Zoti, megjithse është i padepërtueshëm sepse janë më të shumë se karkalecat, nuk numërohen dot. Bia e Egjiptit do të mbulohet me turp, do të jepet në dorë të popullit veriut. Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit thot, ja unë do të dënoj Amonin e Nos, Faraonin dhe Egjiptin, perënditë e tij dhe mbretërit e tij, Faraonin dhe ata që kanë besim tek ai. Do t'i jap në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre, në dorë të Nebukadnecarit, mbretit Babilonis, dhe në dorë të shërbëtorëve të tij, por mbas kësaj do të banohet si në të kaluarën, thot Zoti. Por ti mos u trembo, shërbëtori im Jakob, mos u trondit o Izrael, sepse ja unë do të shpëtoj ty prej së largu dhe pasardhësit e tu nga toka e robërisë së tyre. Jakobi do të kthehet, nuk do t'i bie në qafë më dhe do të jetë i qetë dhe askush nuk do ta tremb më. Mos u trembo Jakob, shërbëtori im, thot Zoti, sepse unë jam me ty. Do të asgjësoj tërë kombët midis të cilëve të kam shpërndar, por nuk do të të zhduk ty. Do të të nërshkoj me një mas të drejtë dhe nuk do të të lë fare pa dënuar. Psalmi 22. Perëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh, duke dëgjuar fjalët e ufshamësime? Oh, Perëndia im, unë bërtas ditën, po ti nuk përgjigjesh. Edhe natën unë nuk rri në heshtje. Megjithatë ti je i shenjti që banon në lëvdimet e Izraelit. Etrit tanë kanë pasur besim te ti, kanë pasur besim te ti dhe ti ke çliruar. Të klithen ty dhe u çliruan, patën besim te ti dhe nuk u zhgënjyen. Por unë jam një krim dhe jo një njeri, turpi i njerëzve dhe përçmimi i popullit. Tërë ata që më shohin, më përqeshin, zjatin buzën dhe tundin kokën duke thënë, ai ka besuar Zotit, le ta çliroj pra, ta ndihmoj pasi e do. Me siguri ti ai që më nxori nga barku i nënës. Bëre që të kem besim te ti qysh nga koha kur pushoja mbi siset e nënës sime. Unë u braktisa te ti qysh nga lindja ime. Ti je Perëndia im qysh nga barku i nënës sime. Mos u largo nga unë sepse ankthi është i afërt dhe nuk ka asnjë që të më ndihmoj. Temat më dhej më kanë rrethuar, temat fuqishëm të Bashanit më rrin për qark. Ata hapin gojën e tyre kundër meje si një luan grabiqar që vrëmbullit. Më derdhin si ujë dhe tërë kockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia. Forca ime është tharë si një enë balte dhe gjuha ime është ngjitur te qelza. Ti më ke vënë në pluhurin e vdekjes. Sepse qend më kanë rrethuar, një grup keqbërësish më rrirrotull, më kanë shpuar duart dhe këmbët. Unë mund t'i numëroj gjithë kockat e mia. Ato më shikojnë dhe më këshyrin. Ndaj midis tyre rrobat e mia dhe hedhin në short tunikën time. Por ti o Zot mos u largo, ti që je forca ime, nxito të më ndihmosh. Çliroje jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit. Shpëtom nga gryka e luanit dhe nga brirët e buajve. Ti mu përgjigje. Unë do t'ju njoftoj emrin tënd vëllezërve të mi, do të të lëvdoj në mes të kuventit. Ju që keni frikë nga Zoti, lëvdojeni. Dhe ju të gjithë pasadhës të Jakobit, përlëvdojeni. Dhe ju të gjithë ofisi i Izraelit, keni frikë nga ai, sepse ai nuk ka përçmuar as nuk ka hedhur poshtë vuajtjen e të pikëlluarit dhe nuk i ka fshehur fytyrën e tij. Por kur i ka klithur atij, ai e ka kënaqur.
shkaku i lëvdimit tim në kuvendin e madhje ti. Unë do t'i plotësoj zotimet e mia në pranitë të gjithë atyre që kanë frikë nga ti. Nevojtare do të hanë dhe do të ngopen. Ata që kërkojnë Zotin do t'a lëvdojnë. Zemra juaj do të jetoj për jetë. Të gjitha skajet e tokës do të mbajnë mend Zotin dhe do të kthehen tek ai, dhe të gjitha familjet e kombeve do të adhurojnë përpara teje, sepse Zotit i përket mbretëria dhe ai sundon mbi kombet. Gjithë të pasurit e dheut do të hanë dhe do të adhurojnë, të gjithë ata që zbresin në pluhur dhe që nuk arrin të mbahen gjallë do të përkulen para teje. Pasardhësit do t'i shërbejnë, do t'i flitet për Zotin brezit të ardhshëm. Ata do të vinë dhe do t'i shpallin drejtsinë e tij një populli që nuk ka lindur ende dhe që ai vetë e ka krijuar.